Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën një sulm të përbashkët ndaj Iranit, kurse ministri i mbrojtjes izraelis shpalli gjendje të jashtëzakonshme në të gjithë territorin Izraelit për shkak të pritjes së një kundërpërgjigjeje me dron dhe raketa balistike nga Teherani. Sipas raportimeve fillestare, sirena alarmi dhe shpërthime të forta janë dëgjuar në kryeqytetin iranian, duke rritur frikën për një përshkallëzim të menjëhershëm të konfliktit në rajon. Burime izraelite për CNN-in konfirmuan se operacioni ishte i koordinuar me Washingtonin, ndërsa zyrtar amerikan të cituar nga The New York Times thanë se sulmi pritet të jetë shumë i gjerë krahasuar me bastisjet ajrore të qershorit të kaluar ndaj impianteve bërthamore iraniane. Presidenti Donald Trump kishte paralajmëruar më herët se SBA-ja do të shqyrtonte ndërhyrje ushtarake nëse Irani nuk pranonte një marrëveshje për programin e tij bërthamor. Në Teheran raportohet se shpërthimet janë përqendruar në lindje dhe veri të qytetit, përfshirë zonën pranë urës Seid Kahdan ku ndodhet selia e përbashkët e forcave të armatosura iraniane, ndërsa autoritetet kanë mbyllur hapësirën ajrore. Zyrtar iranian kanë paralajmëruar se përgjigjja do të jetë shkatruese për një kohë kur tensionet e brendshme në vend janë rritur për shkak të protestave kundër regjimit. Situata mbetet në zhvillim me frikën e një përplasje të drejtpërtdrejtë ushtarake mes palëve.